A e kuptoni që nuk e di, uroj tjetë koincidencë, po edhe kur filloj të bëjnë një sjarim për patronazhistat që kamuflohen si patriota, me kokore mbani mend, nuk po ja them emrin për respekt, se do ja citoj nesër me një status personal, Endezi do i flakadant. Këto i skenime të ish sigurimit bolshevik të mbështetur nga terroristi Soraj dhe regjimi Beogradit i UDP-s apo i Greqisë kanë mbaruar. Që ta kuptoni edhe herë mirë se kush janë agentët e grekëve. Agentët e grekëve kërkojnë arrestimin e terroristit pasin e ty të shmorëve në Peshpi të Gjirokastës. Shkojmë dojnë në fund, tani makineria propagandës bashkë me laraskat e ekraneve që janë shërbëtor të terroristit George Soraj kanë fillu fuqishëm me godit njerëzit e vërtet. Unë kam deklaru për 12 vitësh të bime, nuk kam as ambicje për deputet, as për minister, as për kriminister. Vetëm të shlëm Shqipërinë e tjallë kam jetën time, unë merem me turizmin dhe kam nërë një kolege tjetër me turizmin me grupin nga Amerika, që ta kuptoni një herë mirë. Tani thirrja është që lindi nga vetë rinia, Rama Burg Berishanburg, 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 Rama Burg Berishanburg. Fjalia që kemi të gjuhë më shumë për këto kohë, duket si kur fillimisht patronazhistët e thonë për dhëmbësh, ja iku ky po kush do vi. Diktatori duhet iki, nuk ka rëndësi kush vjen. Po është diktatura. Kjo pyetje që bëhet nuk është bashkë e sinqertë, sepse kjo kërkon një përgjigje që të thuhet se kush na qenë ka pas protestës. Këtu jam për t'ju dhënë një përgjigje. Pas protestës është i gjithë kush është. Ne jemi këtu kemi arë për Zvërnecin, kemi arë këtu për atë djallë që u morë zvarë, po nuk ikim nga këtu pa ndryshuar regjimi. E kur themi regjimi, kemi parasysh gjithë instrumentat që i shërben regjimit. Mbi 4 ngrihet, mbi 4 këmbë, oligarki ekonomike, krimi organizuar, mbështetje ndërkombëtarësh dhe vjedhje votash. Ne do t'jemi këtu derisa ai mos jetë këtu. Ndaj ju lutem mos harroni. Nesër është e shtunë, gjithë janë pushim, duhet që në orën 6 pasdite këtu t'jetë në gjithë Shqipëria. Madje, më e pakta është jetë gjithë Shqipëria, se këtu duhet vi gjithë diaspora. Gjithë vlezrit e motrat nga çdo troje. Jemi këtu për t'i thënë se kemi seriozisht, o ne, o ti.
2018 ndola jam Ira Safet Kurti. 2018 në dhjetor dolëm në protest me bashkëdhetarët nga diaspora. Faleminderit! 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 Unë nuk e kisha planifikuar të rria në Shqipëri se kisha punën në Kanada. Po kur pash frikën e ndjellur mes popullit tim, e grisat bilet dhe i qëndrova. Organizova kufënde me të urtët. Organizova protesta. U ndërhoqa sfar nga policia. Sepse këtu me që kryeministri ishte i paqartë dhe shumë media të huaja ishin të paqarta për motivin ton të protestës, duke na vënë lloj emrash edhe lloj akuzash të padrejta, po japim një mesazh të qartë. Ne jemi këtu kundra kapjes së pushtetit. Si është kapur pushtet? Është kapur me ndryshimet e ligjit në 2008-ën. Berisha Rama, pa pasur asnjë hapësirë ligjore, ndryshuan sistemin zgjedhor. Na hoqën neve të drejtat, ja deleguan vetes vet. A thua se ne ja dham të drejt, apo ligjshmëria e kohës ja dha të drejt. Kështu që ne do marrim mbrapsht të drejtën tona. Shqiptar i lirë u ballafaquam me protestën. Grupi jon Shqiptar i lirë u ballafaquam përpara konsullatës së Grekut në Gjirokastër për heqjen e luftës. Që qeveria jon 36 vjeçare nuk e bëri. Dhe neve adhetarve që projnë prona tona. Neve të na quan që jemi në shërbim të agenturave të huaja, jo kur. Rof Shqipëria, rof populli i bukur shqiptar, rof jam më të krenare për ju që jeni zgjuar. Revolucion! 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 Kam dhe një gjë të fundit. Se dikush më tha që këtu të gjithë që do flasin janë nën 25 vjeç. Nuk ka diskriminim moshe. Unë jam me mentalitetin e ri. Dhe dua përcjell edukatën demokratike. Nuk ka protestus që hedhin plera këtu. Protesta jon. Protestusit i hedhin plera se ne dua madheun e kemi treguar me vepra. Që ne pastrojmë madheun më mënyrë vullnetare, pa na paguar njëri. Ne dua madheun me të gjitha format, për ditë. Më falni se fjala ime duhet të pritet, se ka plot të tjera të fondur. Ju falenderoj, qëndroni të bashkuar do fitojmë.
Përshëndetje Shqiptaria! Jam shumë i emocionuar dhe i gëzuar se shoh zemrën dhe shpirtin e Shqipërisë së vërtet. Unë vi këtu për t'i thënë dy fjalë Zotit Kryeministër në detyrë. Para disa ditësh doli dhe po fliste me lot në sy për atë të riun që otëroj zvarë në Zvërnec. Edhe më pas tha që unë nuk largohem sepse verdiktin tim e ka vendosur sovrani. Mërë Edi Rama, mërë traktari më i madh i kombit shqiptar. Sovrani në zgjedhjen e fundit sovrani të dy së bashku tradhtarët e kombit Berishën plus Ramën votoi 22%. Po ku do ta çoj mushka këtë klasë politike me 22%? Si mund të quhen fitues ato me 22% pjesëmarrje? Fituesi vërtet është me përqindjen 50+1. Po është tradhtarët e kombit. Unë në bëj një thirrje për të gjithë rinin edhe në trojët e tjera të toptuara të Shqipërisë të vinë këtu dhe të demonstrojnë së bashku deri në rrëzimin e këtij sistemi të poshtër kriminal, hajdut dhe vrasës. Poshtë tradhtarët e kombit, rroht populli i ndershëm dhe i shumë vuajtur. Ramën Burg, Berishën Burg, Ramën Burg, Berishën Burg, Ramën Burg, Berishën Burg, Ramën Burg, Berishën Burg, Ramën Burg, Berishën Burg. Kujdes me flagatanët, fikni flagatanët. Mirëmbrëma të gjithëve, jam një murgesh katolike, si që shqipni. Por mbi të gjitha dua t'ju them gjithë shqiptarëve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merr pjesë në protestë. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themje, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesazhe Edi Ramës apo Sali Berishës, por të gjithë atyre që mbartin me nder emrin politikan. Kemi ardhur me 2 pankarta që dëshiroj t'i lexoj t'i ndaj me juve. Sot në këtë ditë shpresa po lulëzon, sepse shqiptarët në fund nuk janë më spektatorë, por janë aktorë të një realiteti. Shpresa po lulëzon. Pankarta e 2 që kemi sjellur me vete, nuk jemi mirë nëse nuk jemi mirë të gjithë. Të gjithë. Lutja që i bëj Zoti shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Mesazhi i dytë që dëshiroj të ndaj me juve. Veriu i Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me 2-3 gjëra që politika ndër vite ka bërë: rruga e kombit dhe disa fshatra turistik.
Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite, është turp për të gjithë, turp, vërtet turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve, pasuritë natyrore Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikan. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Dëshiroj të falenderoj nga zemra të gjithë juve që jeni këtu sonte. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që të ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vëlla musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për çdo njeri që beson në të mirën. Përshëndesim gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen edhe të gjithë to që janë këtu me ne. Tani mesazhi i parë është për të papër në snajper herë që mos na kapi, se ky është nga ata që vetë shokët e vetë, jo neve këtu që jemi, do me dhonë publik. Tani, përveç fjallës Real Madrid nuk ka si fjallë tjetër, a kupto? Real Madrid me isha